Që në brapa. Qa klipi doli pra që nga mi nga studio? Klipi i një... Ditëlindje, po. Po qa ka ditëlindje? është mbas diplomimit. Jo. është mbrapa. Ore, është mbrapa diplomimit. diplomimi jot ka qenë atë ditë, unë se erdha në studio, ika se kisha punët e mija, në Kosovë dhe the pale ku ke qenë të në studio. Po s'po i hy kësa gjë e fare. Bravo, pra, po i hyju me lapse me letër. Jo, nuk po i hy kësa gjë e fare. Po ka për nga një gjë tjetër. Jo, gjë pra kesin. Dhe ti, ke të hequr bisedat me mua ishin të prera në mënyrë absolute. Pas diplomimit? Po, mor. Jo, mërë. Po, kur ke në ardhë në studio, ti ke ndërprerë qatë dhe gjë me mua, mor. Jo, kisi. Jo. Kur kemi diskutuar në studio diplomimin tënë. Po. Nuk e kam mbyllur. Jo. Nuk e kam mbyllur. Mbyllja, kisi. Më the më falë, dhe unë të thash të pranoj faljen. Dhe unë të thash të pranoj faljen për kortezin studio. Sepse kështë marru punë ti, ishte gjëruar i klipi që në pam. Jo, edhe the unë ty do të shkatroj. A i mbanë më të Kisi, sepse ti më the mua, unë thash nëse do kisha dashur të të shkatroj. Jo. Kjo ka qenë fjalla ime. Po, jo, mos thua jo. Kjo ka qenë fjallia. Ti do me zgjidh, qa ke lënë për gjysëm, apo ke diçka... Aty në ngeci neve. Jo, s'ka ngeci aty, ty t'ka ngeci me vetën, se ti nedi, për vetë se më thej që ky s'tjep ko, ky është mbytës, ky është këshu, ky është ashu, pra kishe edhe këtë 2 javën që nuk u përmend fare, po s'ka problem. Më dhe 2 javë ko, në të cilën fillove dhe po merreshe me gjërat të tjera. Jo, s'po merresha me asnjë gjë, këto gjërat të kanë hyrë ty në kokë kaq shtjellë dhe ti nuk e ndan. Se kishe xhiruar diplomimin tim, dhe shumë pak ditë më vonë kishe xhiruar klipin e ditëlindjes. Dhe prandaj erdhe ti dhe the nuk e pranoj faljen e Stelinës, se kishe marrë punë ti. Se pranoj më për kortezisë me një javë. Ti kishe marrë punë ke ditëlindja. Më marr mua në telefon, po kush je ti më? Po ti s'kishe marrë përgjigjen time, a më the mua që do më japësh kohë. Kjo është ideja, më jep kohë. Kishe 1 javë përpara, prit, mos më bë mua shumë e zgjuar që ta... Shumë e zgjuar jam unë. Ti nuk e kam të zgjuarsin time. Kjo është sigurt. E pra, mos më tregon mua zgjuarsin time, mos më merr me zgjuarsin time, dhe ti thua mos u tregosh shumë e zgjuar. Jo, nuk po përpiqem fare unë, nuk po tregoj realitetin ashtu siç është. Realitetin po tregon interesin tat, jo interes të vërtetës. Unë po tregoj interesin tim. Okej si? Është gjëja që çdo gjë që del aty në transmetim, se thash çdo gjë e ruajt, çdo gjë që del në transmetim ka një koherencë dhe transmetohet ashtu siç ka qenë në realitet, pra nuk është që lëvizen ditët. Bravo. Nëse ke memorje, dhe ti unë memorjen e kam shumë mirë dhe unë të kam thënë unë s'ta pranoj faljen për kortezisë se ti 1 javë nuk e morë mundimin të më thoje faleminderit që erdhe. Si so merja kohën time.